Federata Shqiptare e Futbollit organizoi në Tiranë një mbrëmje spektakolare me rastin e kualifikimit të kombëtarës son në Kampionatin Evropian France 2016. Në këtë mbrëmje merrnin pjesë personalitetet larta të jetës vendit, kryeministri Edi Rama, homologë të federatave të ndryshme dhe njerëz të shquar nga fusha të tjera. Fjalën e rastit e mbajti presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, zoti Armand Duka. Njëshi i futbollit shqiptar shprehu se ishte ndëzim të madh organizimi i kësaj mbrëmje, pas ngjarjeve shokuese që ndodhen në Francë. Por edhe qytetarë që i përkasin botës që u gjakos mbrëm. Njerëz që jemi goditur, njësoj siç janë goditur mbrëm të gjithë parizjenët, francezët e me radhë, në çdo pjesë të kontinentit ku jetojnë e përtej oqeanit po njësoj. Duka tha se u konsultua edhe me ambasadën franceze në Tiranë dhe me ambasadorin Bernard Fitoussi. Presidenti Duka ftoi të mbajë 1 minutë heshtje për viktimat e Francës, më pas u ekzekutua edhe himni kombëtar për ndër të suksesit të djemve kuqezinj. Pjesa më interesante e kësaj mbrëmje ishte kur trajneri italo-shqiptar Gianni De Biasi foli për herë të parë në gjuhën shqipe, duke ju referuar eroj ton kombëtar. Mbrëmja më pas kaloi në atmosferë të gëzueshme, ku protagonistët kryesor ishin erojtë e kombëtares son, djemt të cilët na çuan në Francë. Ata në këtë mbrëmje përjetuan momentet e krenarisë kombëtare.